të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët në Villa 24, javë të mbar, muaj të mbar dhe gëzuar një qershorin të gjithë fëmijëve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Si je? Mirë, gati shumë për të mirë. nisur Një ditë të mbar dhe një ditë. Faleminderit. Sigurisht edhe një muaj të mbar sot, gëzuar edhe ditën e fëmijëve. Qofshi gjithmonë të gëzuar, të lumtur, të rriten të shëndetshëm. Kjo është e rëndësishme, e vërtet. Dhe që të rriten të shëndetshëm, neve sot mendojmë që t'u sjellim edhe 3 lloj gatime për fëmijë, që do të përgatisim byrek, të cilët do t'i bëjmë, domethënë, role, me spinaq dhe me djathë të shkrirë. Domethënë këto janë për recetën e parë. Menduam që të bëjmë edhe byrek përsëri, po kësaj radhe të ëmbla, që do t'i bëjmë me 5 sfoliat me mollë të karamelizuara, me pak përbërës, por bëhen shumë të mira dhe shumë të shijshme. Gjithashtu, ajo që u pëlqen shumë fëmijëve këtej e tutje, domethënë në këtë sezon, do të jenë dhe akullore sandwich, që do të bëhen edhe këto me pana, me një lloj kremi që do ta vendosim për mbushje dhe me biskota. Do ja tregoj më brapa mënyrën se si do të bëhen. Do të fillojmë në fillim fare me përgatitjen e këtyre roleve, të cilat do t'i sjellim kështu si role këto lloj byreqe të veçanta, jo njësh të gjitha, që të jenë të veçanta për çdo fëmijë. Do të kemi spinaq. Spinaqin unë kam përzgjedhur të spinaqin e ngrirë, juve mund të merrni edhe një çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi, por duhet ju them që ta shikoni domethënë se çfarë rezultati ka ky spinaqi, që ka atë freskën, atë jeshillëkun, është shumë cilësor faktikisht, se ndonjëherë themi që janë të ngrira dhe nuk e kanë atë cilësinë e dur, po mënyra domethënë se si përpunohen këto tregon edhe cilësinë e spinaqit dhe shikoni tek ngjyra që ka spinaqi në momentin që neve e gatuajmë. Si bëhet? Është shumë thjesht, unë e kam thyer tani, e kam përpunuar sepse dua që të arrij edhe kohën, që do të thotë le të marrim një nga këto, që janë në kubet, apo jo, janë në kubikë. I vendosim në një tigan, në këtë mënyrë, si do t'i vendos edhe unë tani, do vendos pak që t'i shikoni se si bëhet. I vendosim kështu, edhe i lëm në një temperaturë mesatare që të shkrijnë avash avash dhe ndërkohë që do të vinë në këtë trajt. Unë i kam para përgatitur sepse dua që të më jetë i ftohtë, domethënë spinaqi në momentin që do ta përpunojmë. Tani, pasi e kemi kthyer në këtë trajt, do të shtojmë këtu brenda, mendova ta bëjmë aty më mirë, se që ta kem. Ta kemi edhe më të dukshme. Me qenë se pjesën e parë të përpunimit të spinaqit, të shkrirjes së tij, e kemi të kryer, ne kemi zgjedhur sot nga kompania Neranzi pikërisht të paketimin e madh të spinaqit të ngrirë, që është 2 kg e gjysmë, por keni edhe paketime më të vogla në sektorin e produkteve të ngrira, ku aty gjeni pa diskutim që nga frutat e ngrira e deri tek të gjitha llojet e zarzavadeve të miksuara apo të veçuara. Dhe kështu, ju kuptua tashmë që këtë ditë të hënë ne jemi duke gatuar me produktet Neranzi, organike Neranzi i gjeni në çdo lagje të Shqipërisë, e gjeni në Kosovë, gjithashtu, gjithmonë një hap përpara që nga viti 1991, me një eksperiencë shumë të gjatë dhe me një besueshmëri të padiskutueshme për konsumatorin shqiptar, ku në fokus është jo vetëm sjellja pranë konsumatorëve gjithmonë më shumë me risi të produkteve ushqimore, me brendeve më të mira në fakt botërore ndërkombëtare, po patjetër duke patur për qëllim një ushqyerje të shëndetshme dhe një larmishmëri në kuzhinën tonë të përditshme, të gjitha vakteve që nga mëngjesi deri në mbrëmje mund të gjeni diçka për të shijuar e për të gatuar nga dyqanet Neranzi. Natyrisht, shpesh ne preferojmë në Villa 24 edhe kur na jep zgjidhje të recetave të thjeshta, recetave gjysmë të gatshme, duke qenë se shumë prej produkteve tek Neranzi na kryen dhe ato vaktet në 5 minuta, të shpejta por të shëndetshme, natyrisht edhe ekonomike. Atëherë, të dashuran vista, siç e shikoni, spinaqin pasi e kemi zbutur, nuk kemi hedhur asnjë gjë tjetër brenda, e lam, domethënë në temperaturë mesatare, duke u shkrirë dhe të vinë në këtë trajt. Pastaj më mbrapa këtu shtojmë djathin e shkrirë, do t'i hedhë një lugë gjatë, pak vaj, edhe krip e piper. Dhe ko kam shkrirë pak gjatë. Këtë e ke ndezur atë sobën ty? Se më duket sikur nuk ka filluar... E do të ndezur, ta ndez? Jo, ta ndezim që ta shikoj dhe në visa do me thënë se si do të vija jo. E ndeza, sepse e parë që spinaqi nuk po fillon të shkrinte, që do të thotë sobat e që në fikur. Këtë
mbushjen e kemi gati. Kjo është dhe mbushja që do të na duhet për të bërë ta byrek çkat ose byreqe, si mund t'i themi ndryshe, të cilat do t'i bëjmë role dhe do t'jenë, si thua, të veçanta për çdo fëmijë, për çdo person. E trazojmë mirë. Duhet t'jeti ftohtë harxhi që ne do të përdorim, prandaj dhe unë e përgatita pak më përpara, që ta kemi gati. Pasi kemi përgatitur harxhin, do ta lëmë këtë më një. Në një enë do të hedhim një kokër vezë. Do ta përziejmë. Do të shtojmë gjysmë filxhan qumësht. Okej. Tjetër? Edhe do të shtojmë vaj. Edhe do të shtojmë edhe një lugë baking powder. Harrova ta nxjerra një lavë, lutem. Po, shiko, ndërkohë që ishte në të dyja që ne i thamë fjalë, le të shojmë pak në ekran recetat për sot të shkruara me të gjithë përbërësit që i duan realizimit të kësaj recete. Është pikërisht kjo receta e parë për sot, byrek role me spinaq dhe djathë të shkrirë. Përbërësit janë si më poshtë: një pak opeta, 800 gram spinaq, 150-200 gram djathë të shkrirë, gjysmë filxhan çaj me qumësht, gjysmë filxhan çaj vaj, 2 lugë gjelle gjalp, një vezë, një lugë çaj baking powder, krip dhe piper sipas të shijes suaj. Receta e dytë për sot është sfoliatina me mollë të karamelizuara. Na duhet një pak sfoliat, 3-4 mollë, 2-3 lugë gjelle sheqer, 1 lugë gjelle kanell, 2 lugë gjelle gjalp, sheqer pluhur për spërkatje. Do të bëjmë dhe akullore sanduiç sot me ndihmën e biskotave. Do të na duhet 400 gram pana, 1 lugë çaj vanilje, 200 gram biskof kremi, do ta shohim pas pak çfarë është, dhe 2 pako biskotat e thjeshta. Sipas dëshirës mund t'i zgjidhni, mjafton që të keni biskotat të cilat do të vendosen si për njëra tjetrës me këtë kremin në mes, ku do të krijohet dhe ideja e një çokolade. E pat në recetë dhe unë po ja u tregoj se kush është kremi që ne do të përdorim për të realizuar pikërisht këtë recetë dhe mbushjen e biskotave për t'i kthyer në një akullore sanduiç, do të na ndihmojë së bashku me panën në realizimi i një akullore shumë të shijshme dhe shumë thjesht në shtëpi pa përbërës të tjerë. Kati, ç'po hap? Çfarë është ajo? Kaq. Ky është baking powder. E kanë kthyer në këtë. Pas ka një paketim ndryshe. Pluhur pjekës, interesante. Ja, i gjeni tek Neranzi me këtë shishen që është prej qelçi, dalloni nga zhurma, që do të thotë edhe më e sigurt në mënyrën se si ruhet, sepse dihet që qelçi është forma më e shëndetshme për të ruajtur çfarëdo lloj produkti në shtëpi, me këtë kapakun që e hapni edhe e mbyllni dhe nuk rrezikon që t'ju derdhet aty nëpër raftet tuaja. Njaku e kemi paketim të ri, kështu që ne do ta hapim pikërisht sot dhe me siguri me këto 100 gram do të shkojmë goxha gjatë në gatimet tona, ku do të na nevojitet edhe pluhuri i fryrës. Atëherë, me qenë se këto janë petë të gatshme për të ndihmuar, unë do të hedh një lugë, t'i hedhim pak ujë, që ta shkrim këtu, pastaj ta hedhim brenda te veza, që kemi mundësinë ta kemi të shkrirë mirë. Është mjaftueshëm. E trazojmë të shkri. Okej. Edhe ja ta shikoni tani se si ka shkrirë. Kjo na ndihmon që të na i bëj petët të buta. E trazojmë edhe një herë duke shtuar tani më vaj. Dhe kjo do t'jetë, do me thënë, yndyra dhe qumshi, të cilat do të zbusin petët. Do t'i shtoj edhe pak gjalp. Kemi shtuar edhe gjalpin. Paketimin e petëve e gjeni të ngrira pikërisht tek Neranzi, ai paketimi që ne kemi treguar disa herë, sepse i gjeni edhe petët edhe në paketime më të vogla, por edhe në 1 kilogramshe për t'i përdorur në më shumë se sa një gatim. Gjithashtu edhe petën e sfoliatit
mund ta zgjidhni, ta gatuani, të kripur apo të ëmbël. Shkon shumë në fakt edhe me përbërës fare të thjesht, pra një pesë foliati e shishme dhe shkrifët qofte edhe me pak djath edhe me vezë ta mbushni, keni shpëtuar nga një vakt i shpejt, sepse do shumë pak të piqet. Ne sot do ta sjellim të ëmbël me mollën e karamelizuar, pas pak sigurisht, sepse tani do duhet të merremi me byreqet role që do të mbushim me spinaq, me këtë mbushje që ne e treguam. E spërkasim me yndyr, e thënë me këto që neve pregatitëm. E palosim pak në këtë mënyrë. Dhe këtu tani do vendosim nga mbushja. Okej. Pra, një pet do t'jetë një role? Një pet, një role. Okej. E hapim mirë, në të gjithë sipërfaqen. Një trajsisht. E palosim. Do të ta afroja të tavën që kemi në lavaman? Okej. Atë tani, të një vënd diku këtu. Një tavë. Çfarë do lloj të keni në shtëpi, me një letër kuzhine sipër, letër pjekjeje në sakt. Dhe tani e bëjmë në këtë mënyrë. Okej. Ja. Okej. Për shumë në fund fare, po në fund do t'i lyjem përsëri. Po, me atë Prandaj them do t'i bëjmë role kështu me qumësh, të vogla. me gjalp. Gjithmonë e trazojmë këtë. Ule në kështu temperaturë të ulët Anila. Është shumë e rëndësishme që petët t'i zbusim me këtë, do me thënë me këtë masë që neve pregatitëm. Qumshti, veza, baking powder, vaj, gjalpi, do t'i zbusë petët. T'i bëjmë më mirë me luks edhe me furçe, nuk e. Ose varet si e mësuar, kështu që kur e mësuar. Praktike, kështu që në mënyrë të thjeshtë, edhe ju kryeni si ta keni më lehtë në shtëpi, ose. Bëjmë të njëjtin veprim, duke e mbushur me kujdes pres gjati, e më pas të rotullojmë, e kthejmë në një role, e mbledhim dhe kështu kemi kryuar një racion, se këtu janë e të lehta pastaj, se nuk kemi prerje në këtë rast, nuk të duhet ta presim byrekun, kemi një pet, një racion. Edhe janë të mira, Anila, dhe duhet të them të hedhim pak mbushje në atë, mos e lënë vetëm pet, që në këtë mënyrë dhe fëmijët konsumojnë edhe spinaqin, edhe djathin, pra proteina, vitamina, i kemi të gjitha. Okej. Ashtu, të njëjtën veprim do të bëjmë për të gjitha. Po. Ta heq fare këtë se më pengon. Në këtë mënyrë. Dhe duhet të themi anvisave, përveç se këti lloj byreku, ne do të përgatisim edhe me petat sfoliat, me mollë të karamelizuara, që mund për të orni mollë të kuqe apo dhe jeshile, apo dhe ato të verdat. Treshe mund tjetë akoma edhe mënyrë, do me thënë 3 lloj mollë, se cila ka të shijen e vetë. Vërtet. Kështu që ndërkohë, ka ti më shoj që ti e ke I kam përgati, sepse duhet edhe ajo mbushja të jetë e ftohtë, nuk është në një gjë e vështirë për të kuptuar, thjesht mollët i presim dhe i vendosim që të zbutin, dhe më mbrapa shtojmë edhe sheqer. Mund të përdorim sheqer të zakonshëm, ose sheqer të errët, çfarë mund të kenë në shtëpinë e tyre. Pra, i lëm njerë mollët vetë në tigan, po, sa të fillojnë të lëshojnë ato lëngjet, dhe pastaj i shtojmë sheqerin. Sheqerin, po. Dhe i lëm në zjarr derisa të karamelizohen. Karamelizohen. Duan lënë të ftohen dhe më pas... Kanelën s'kam hedhur unë akoma, do të shtojmë edhe kanel.
Edhe pastaj do të fillojmë që ti mbushim. Kati është më mirë për karamelizim sheqeri kaf? Apo? Shiko, tani mos të bëjmë kështu. Jo, po. Çfarë të ndodhe në... Çfarë të ketë në shtëpi? Mund ta bëjmë edhe me sheqerin. Edhe me njërën edhe me tjetrën, thonë për dietike. Ajo që më pëlqen më shumë tek sheqeri kaf është ajo që jep atë ngjyrën, e karamelizon më mirë. E shikon ngjyrën që kanë marrë? Po, sepse është dhe shkrirja edhe nga vetë ngjyra e errët që sheqeri përmban. Nga kjo gjë më pëlqen, domethënë, dhe ka edhe një tjetër aromë. Por nuk i vëmë në sikleta mbisat edhe një sheqer i zakonshëm e bën atë punën e vet. Kështu që çfarë të ndodhet. Pastaj kemi atë kanellën që do t'i japi shijen përfundimtare dhe jep dhe një shije të mirë. Okej. Sta byre që do bëjmë ne? Apo të mbarojmë mbushjen? Shiko, neve do të mbarojmë mbushjen, por anvesat në shtëpi do mbarojmë petat. Sepse e nisën t'i mbarojmë. Ndërkohë të njëjtën mënyrë byreku, ne mund ta bëjmë edhe me mbushje të tjera, apo jo? Çdo lloj mbushje mund ta bëjmë. Mund ta bëjmë akoma vetëm edhe me këtë djathtin e shkrirë. Edhe vetëm me djath. Po. Bëjnë shumë të mira me djath të shkrirë. Shumë mirë. Për diferenca në këtë rast është edhe më tepër mënyra e palosjes së petëve. Edhe ky lloj, si thuash, lloj salse që e bëjmë ne si një salse, është kjo me vezën, me qumshin, me këto. Jep shije petës dhe na i bën petë të cilat duken sikur i kemi hapur vetë me dorë. Bën diferencën. E kuptoj. Kështu që bëhen në këtë mënyrë, ndihmon shumë edhe kjo pjesa e baking powder që e hedhim brenda, sepse i zbutë petat. Edhe pastaj vaj i gjalpi e jep shije bashkë edhe me qumshin. Qartë. Kemi bërë 4 byreqe. Ne do të bëjmë edhe 2 të tjera. Do i bëjmë edhe 2. Pjekja e këtyre byreqeve do të jetë? 180 gradë për 30 minuta, 35, diçka e tillë, nuk ka nevojë domethënë që të qëndrojmë më shumë, do t'i shikojmë. Okej. Jo, duke që se janë me petë të gatshme, prandaj edhe duhet jemi pak të kujdesshëm. Jemi më pak, por temperatura duhet të jetë 180 gradë, jo më tepër se rrëmbejnë pastaj, digjen dhe nuk na piqen. Pra, piqen nga në sipërfaqe dhe mbeten brenda të pa pjekura, edhe pse është një petë në total, nuk është se kemi shtresa të shumta. Jo, s'kemi shtresa shumë, sepse nuk duhet të konsumojmë petë, duhet të konsumojmë pjesën e spinaqit. Shumë e rëndësishme është kjo parlosja këtu, se kjo parlosja mban edhe këtë pregatitjen e spinaqit. Është shumë e rëndësishme, duhet të vendoset ajo, pastaj të fillojmë, domethënë, të vendosim këtë mbushjen. Si që shikoni, unë hedhë goxha mbushje faktikisht, ndryshe nga to byreqet e gatshme, të cilat nuk është se kanë shumë mbushje, kanë më tepër petë dhe më pak mbushje. Po prandaj bëjmë vetë në shtëpi, se në shtëpi nuk kursejmë. Ashtu, kemi diferencën. Ashtë ajo që themi, duhet të janë byreqe shtëpie. Po. Do bëjmë edhe të fundit, ajsa të mbushim tavën tonë, e me njëherë do t'i kalojmë për pjekje në furr, ajo që themi gjithmonë është që furra duhet e jetë e ngrohur për para, kështu që ne do t'i vendosim dhe në pjesën e dytë, kur të rikthehemi, do t'i kemi në pjekje e sipër para orës 10 do t'i kemi të përfunduara dhe do të merremi me 2 recetat e tjera. Do të kemi mollët e karamelizuara me pec foliat sot, do bëjmë dhe një akullore shumë interesante. Që unë e kam para përgatitur atë, prandaj dhe jam e qetë. Prandaj e ke marrë shumë Terezio. Po, sepse dua ta tregoj të përfunduar. A mund ta lexoj pak të kremin se më duk shumë interesant? Atëhere, spekulus 61% ka brënda, mjell gruri, ka sheqer, ka vajra bimor, interesant, ka shurup karamele, ka agent fryrës e të tjerë, është i përshtatshëm për lyerje mbi bukë, mbi ëmbëlsira, si edhe për mbushje ose dekore të produkteve të ëmbla. Ndaj ne me këtë do të kemi një akullore me shije karameli, me ç'po kuptoj. Natyrisht do t'i shtojmë edhe panën brënda, është kremoze po ta shikoni. Dhe u tregojmë dhe kur ta hapim në fat. Edhe vanilje do shtojmë neve tek pana. Do shtojmë edhe shijen e vaniljes, kështu që do bëjmë një akullore shumë të mirë me vanilje. Sanduiç faktikisht. Sanduiç për sanduiç. Me biskota. Do t'i bëmë kështu si për njëra tjetrës. Ja kemi përfunduar. E kryem edhe këtë. Tani, do bëjmë një spërkatje, tham nga sipër? Do t'i lyejmë nga sipër dhe
Tani, do të na duhet fuqa faktikisht, që mos t'i bëjmë ti teprën. Në këtë mënyrë. Kjo e ka dhe vezën brënda, edhe vajnë, edhe gjalpin, qumshin të gjitha, kështu që do t'i japi edhe ngjyrë, do t'i japi edhe shije, dhe do t'i kemi kështu të zbutura mirë. Ashtu. Do i kemi të gjitha. Sa po i përkëdhelo, Kati? Kemi që të kam qef që të marrin të gjithë anët. Ja. Pastaj, që është e vërteta, Anila Guzhina do përkëdhelje. Do? Do përkushtim, po. Do dashuri. Oke. E çdo gjë të dali mirë. I kryem. Mbaruam. Kemi gati për ta vendosur në furrë, tham në temperaturën 180 gradë, dhe do t'i lëm për 30-35 minuta, do t'i shikojmë. Oke. Mirë. Gati. Gati për në furrë, edhe do të shohim sa ko kemi, besoj të 2-3 minuta ko duhet kemi jo më shumë. Ajsa për të bërë, Kati? Në shto merremi tani. Ja, do të regojmë këtu do hedhim kanelën, i lëm ato si që janë andej, që të reglojmë këtu mollët, si që shikoni. I kam vendosur, i kam bërë në kubik të vegjël, i kam vendosur që të zboten, të teqim qik lullet, që të na duken më mirë. Ashtu. Edhe ja këtu. I lam që të na zbuten, më mbrapa kam shtuar nga ky sheqerja. Si shikoni, ky sheqer që kam shtuar. Po sigur të hedhim dhe pak, nuk na... Ja, ky është sheqeri erët. Sheqeri kaf, pra. Sheqeri kaf, që është si luga. Edhe ngjason dhe është ajo që thash që kjo i jep edhe ngjyrën e mirë dhe kështu, por përveç se sheqerit kaf, mund ta bëni me një sheqer të zakonshëm, nuk ka problem. Tani, ajo që ngelet, unë do t'i hedh, do t'a pudros me kanellë. Kanella i jep shumë shije. Edhe e lëm të naftohet kjo mbushja, me thënë mollët, dhe e kemi gati pastaj për të mbushur sfoliate, do me thënë byreket me sfoliat. Nëse kemi ko, mund të fillojmë edhe ta bëjmë Anila. Ja ta vendosim. Hapim paketimin, shtrojmë petën, edhe lutem Anila të gëshërët këtu. Faleminderit. Dhe këtu kemi 2 paketa. Ka 2 brënda, po. Ne do përdorim vetëm njëra. Po, do përdorim një. Nëse do kemi kohë që të harim, do me thënë ta të regojmë se si mund të bëjmë. Thikër të Anil. Cilën do? Qofte dhe atë, një nga ato, po. Atere, mendojmë se sa mund t'i bëjmë. Mendoj t'i bëjmë në këto kaq byreqe. Sa është edhe prerja atyre. Tani, në këtë mënyrë, do i presim, me thënë, që të bëhen. Ashtu. Palosja do bëhet kështu, por para se të bëhet palosja, do presim një... Që kur të pishet të dalja... Po, të dalin këto sipër. Kuptova. Ashtu. Faktikisht, unë do t'i bëjt dhe me pak gjalp këtu në këtë pjesë. Gjalp të shkrirë? Po. Tani, në tenxhere kemi pak, ndoshta... Atë pakën sa për këtu. Sa për 1, ose 2. Pastaj do shkrim neve për të... Edhe këtë karamelen, lëngun këtu, do t'a mbaj, sepse dua që të lyej këto sipër. E të regojmë edhe më mbrapa. Kati? Urdo. Gjalp kemi patur këtu, po? Po. Tani marim dhe vendosim një lugë, është mjaftueshëm. Dhe ndërkohë po vendos gjalp tjetër për shkrirje që ta kemi për të tjerat kur të kthehemi. Vetëm një bëjmë tani, besoj për një do na dal koha. Ndërkohë që shiko, mund të themi anvisave, prit ta hapim edhe pak se.
Prandaj këto që i bëjmë në shtëpi janë më të plota në gjëra, do të thënë mos i kemi shumë të mendojmë të jenë në këtë mënyrë. Me një pirun tani do t'i Kat, është momenti për të bërë shkëputjen e. Do t'i presim ambisa, nuk është se do... Ju presim, do ja u tregojmë edhe një herë, kemi të tjera për të bërë, kemi kryer vetëm një, kështu që ju mos u largoni. Do të rikthehemi në kuzhinë në pjesën e dytë pas hapësirës publicitare, do të bëjmë edhe akulloren sanduiç pas pak, do të kemi në pak minuta edhe byrek të role me spinaq të pjekur, do të mbarojmë edhe ëmbëlsirat me mollë të karamelizuara me pec foliat, të gjitha këto kur të vim në pjesën e dytë. Mos u largoni. Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë, jemi në vilën tonë, në këndin tonë të gatimit, aty ku çdo mëngjes nga e hëna në të premte për rreth një orë rresht, ne gatuajmë duke ju sjell ide interesante të vakteve tuaja të drekës për sot, pse jo, meqense gatimet që do sjellim sot të paktën bëre që të bëhen shumë thjesht, kështu që nëse s'keni menduar që do të bëni për drek byrek role të mbushura me spinaqe, krem djathi, do të ishte një zgjidhje ideale, por më tepër kur kemi edhe produktet gati në shtëpi, petat e ngrira, spinaqin e ngrirë, edhe kremin e djathit që mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranci, në 10 minuta e keni drekën gati. Një salat, një supë nëse doni t'ia shtoni dhe pastaj merruni pak me ëmbëlsirën, e cila mund të jetë e bërë me mollë të karamelizuara, një shije që preferohet gjithmonë, molla me kanellën, kanë gjithmonë një kombinim interesant, po pse jo përgatisin ndonjë akullore të shpejtë siç do të bëjmë ne sot dhe ta keni për pasdite, meqense do duhet të qëndroj pak në frigorifer. Dhe Kati ka përgatitur një prej ëmbëlsirave, kemi vendosur në tavë, sa po përfunduam të dytën, dhe tani për ju që nuk e keni parë mënyrën se si do të bëhet palosja dhe mbushja e tyre, do të kemi edhe disa për t'i përgatitur live. Atëherë do dashur anvisa, që hapim petën sfoliat, mollët që më përpara e kemi para përgatitur, i vendosim duke ndarë këtë petën, që shikojmë 2, 3, sa të zorëm 2? 8. 8 dalin? 8 dalin. 8, po mjaftueshëm. Një 8 është mjaftueshëm. Kështu që jemi në rregull. Pasi kemi vendosur, veprimi tjetër që do bëjmë është mirë, edhe pse peta sfoliat përmbani ndyrë, por pak gjalp të shkrirë, pak fare, domethënë, bëhet ky veprimi kështu, i lyejmë pakës, sepse u jep edhe shije, edhe bëhet si thua pak si më e plot, më e shishme. Pastaj, me majën e thikës, bëni këto prerjet kështu, ta bëjmë kështu se bëj së mbrapsht dhe unë. Okej. Këto pasi pishen gjajnë bukur edhe me pluhurin e sheqerit me izbukullu pak. Ndihmon anila dhe për airosen që mos të fryet peta. Po, e kuptoj që mos bëhet, po. Ka dy ashtu, do me thënë funksione, një që e ngjason edhe bukur dhe tjetra që mos të na bëj këtë, si të thuash, hapjen. E kuptoj. Mendimin e një pirunin do të pushisim pjesët anësore. I hapim këtu. Po, kaq bukur, po më duken edhe këto rolet. Po, se jemi në kohën që të jenë përfunduar ato anila, por sa të përfundoj dhe unë këto që t'i vendosim, e kemi ullur temperaturën. Sepse këto tani do t'i lyem me këtë lëngun, anilat lutem. Po, më thuaj. To lëngje, shiko. Sepse, do të them anvisave, këtu kam edhe një luk gjallë. Te karamelizimi këtyre, edhe kanë këtë. Tani me këtë karamelin do të bëjmë lyerjen e këtyre sipër. Komplet si përfaqen, apo vetëm anësorët? Mo, kështu. Okej. Pak kështu do me thënë, sepse merë një gjyrë. Mirë, malo se e bëj unë ato. Ja, që ti përfundojmë t'i vëmë brënda, të arim dhe konë, ja, këtë të heqim dhe fare po të pengo. Ashtu. Edhe unë përfundoj këto tani, që do të thot, pasi i kemi bërë kështu, i puthisim mirë me pirun. Edhe ngjasojnë edhe bukur, por ndërkohë që ndihmon që të mbaj mbushjen brenda. Ashtu. Të palosim edhe këtë tjetrën. I hapim pak këtu. Edhe. Kati këto temperaturën sa e duan? Këto tani duan një temperaturë 180-200, varet nga lloji i furave, edhe këto në 20 minuta duan, nuk duan shumë.
20-25 minuta. Varet edhe nga madhësia e këtyre, do me thënë. Ana, i merë. Jo, thash se mos... I merë. Po këto nuk do fryje, apo Jo, fryjet sfoliati? fryjet sfoliati, po s'ka problem. Është në rregull. I merë, ja dhe një do vendosim këtu dhe... Po t'i bëri? Një dhe një. Bëri të dyja, as pastaj një qik vënd, se të lëm një papir Po, jo, do t'i vendosim të dyja. Se i kemi gati të dyja, kështu thjesht. Edhe këta. Edhe dalin shumë të mira, shumë të shishme. Në fund fare këto, i spërkasim me sheqer pudër. Ajo është që jep dhe një tjetër shi. Edhe ngjajnë edhe më bukur. Edhe në sy, krijohet ai kontrasti i ngjyrave. Vendosim edhe të fundit dhe i çojmë në pjekje. Të nxjerrim ato rolet nga furra, besoj, për pak. A Gloria na do shumë kohë, apo jo? Jo, nuk do shumë kohë, tani të mbledhim këto. Dhe besoj do i kemi këtë përfunduar. Mirë më duket. Tani, nxjerrim byreqet nga furra dhe vendosim. Ti nxjerrun ato kat? Ja, të pastroj vendin anil që ti vendosë direkt atje. Okej, në rregull. Më thuaj, kur i do, ja, ku i kemi. Shkoni, kanë marrë dhe këtu ngjyrën e bukur dhe shkëlqejnë nga sipër, pikërisht nga ajo përzierje që Kati na tregoi, me vezë, me qumësh, me vaje dhe gjalp. Okej. Po, më t'i lëm ati. Të djek. Edhe. Ja, ku i keme. Shikoni sa të mira duken? Ti vendosim këto tani brënda. Vendosim tavën e dytë. Tani këtë të rrisim pak. Tani do të merremi me akulloren, sanduiç. Po. Që do të thotë? Do marrë, kam këtë, si thua, shpanën, të cilën e kam kthyer tani në pushim. E ke rahur? Që mos bëjmë zhurmë. Mos të bëjmë shumë zhurmë. Me thënë, kemi hedhur rreth 400, unë kam vendosur më pak, me thënë të drejtën, rreth 200 gram pana. Ajo që do të shtohet është kremi, i gatshëm. Që thamë është për shumë përdorime në kuzhinë, për përgatitje të ëmbëlsirave të ndryshme. E shikojmë nëse është, si thuash, po tani janë në kushtet, tani në verë. Temperaturën e ambientit fillon dhe bëhet më fillon dhe shkrihet, nuk ka nevojë. Në rast të kundërt, do ta vendosni në pak ujë të nxehtë që të shkrijë dhe pastaj ta hidhni brenda. Shumë e thjeshtë, do me makinë rafse, do kështu dhe me dorë tani këtë, pasi është përzier pana. Nuk ka nevojë. Ndërkohë që mendoj ta bëjmë edhe me pak me atë anila, me rafsen që kam aty, që përdora pak. Ja, dhe unë fitoj kohë për të lexuar recetat, ndërkohë që Katerina merret me rrahjen. Po patjetër, se e bën më të mirë shpërndarjen, se ca gjëra në kuzhinë prandaj janë për të ardhur në ndim, edhe për t'i bërë ato përzierjet siç duhet pastaj. Mirë, gjatë kësaj kohe lexojmë së bashku edhe një herë recetat në ekran, për herë të parë në këtë pjesë të dytë, kështu që ju vim në ndihmë edhe juve që nuk na keni ndjekur që nga fillimi. Çfarë kemi gatuar këtë ditë të hënë, këtë ditë të parë të javës së të muajit? Janë byrek role me spinaq dhe djathë të shkrirë, na duhet një pak opeta, 800 gram spinaq, 150-200 gram djathë i shkrirë, 1/2 filxhan çaj qumësht, 1/2 filxhan çaj vaj, 2 lugë gjelle gjalp, vezë, 1 lugë çaj baking powder, krip dhe piper sipas shijes. Sfoliatina me mollë të karamelizuara, sa po i vendosëm në furrë, në duhet një pako sfoliat, 3-4 mollë, 2-3 lugë gjelle sheqer, 1 lugë gjelle kanel, 2 lugë gjelle gjalp dhe sheqer pluhur për spërkatje nga sipër.
Akullore sanduiç, këtë po bëjmë tani. Kemi rahur dhe çmas panën e pastiçerisë, rreth 400 gram. Një lug çaj vanilje do t'i shtohet kësaj përzierje, gjithashtu dhe 200 gram biskov kremi, që është ky kremi me aromën e biskotës dhe të karamelit, gjithashtu i përshtatshëm për shumë ëmbëlsira, gjithashtu edhe për përgatitjen e kësaj akullori që ne po sjellim sot. Na duhen dhe paketimet e biskotave që mund të zgjidhni sipas dëshirës. Ne kemi zgjedhur më të thjeshtat e mundshme, këto biskotat që i njihni të gjithë, kështu që me këto do të bëjmë edhe akulloren, do t'i bëjmë kështu të positura njëra pas tjetrës dhe janë dhe të vogla. Po. Kështu që kujdeseni edhe për sasinë. Tani, mendohet, që të vendosim të pjesën brënda, se duhet me pa tjetër të vendosim të, që të kemi mundësi edhe t'i heqim pastaj. Ashtu. E pozitim këtu, biskotat, fillimisht. Suhëp. Të hapësh dhe pak më shumë që mos... mos rrezikoj në thyen biskotat. Po prandaj, për mos prishim paketimin. Tani, për biskotat, do t'i vendosim nga ana e, do me thënë, pjesën që ka këtë dekorin, vendosim nga poshtë. Në këtë mënyrë. Zgjedhim tapë të cilat kemi mundësi që t'i bëjmë. Ashtu. Edhe një duhet aty. Po. Dhe u plotësua shtresa. E fundit. E fundit, po. Do të hedhim mbushjen. Do të hapim në mënyrë të një trajshme. Do shtojmë edhe një shtres, biskote. Dhe kur do shtojmë shtresën, ajo do t'i ketë vetë atë, si tuash, bëj dhe nivelimin biskota vetë. Tani, do t'i bëjmë dekorin nga ana e sipërme. Po. Në të njëjtin pozicion që vendosëm dhe biskotat e para. Po, sepse ato duam ne në të njëjtin vend do vend, se aq merr tava, janë të llogaritura, gjë që nuk lëvizin. Dhe kur këto të ngrihin, do t'jetë e kollajt pastaj, se me ndihmën e një fike shkojmë sipas vijave të biskotave dhe i nxjerrim. Plus që na ndihmon edhe letra që kemi vendosur në fund të tavës për ta nxjerrë kështu menjëherë dhe për t'i shkëputur. Është shumë e thjeshtë për t'u përgatitur, shumë e kënaqshme për të gjithë, sidomos për fëmijët. Sot thamë, ja kemi dedikuar gatimet edhe fëmijëve, duke qenë se është dita e tyre. Ndaj kemi bërë pak më shumë ëmbëlsira se në ditë të tjera, me qenë se i preferojnë. Tani, ta presim edhe këtë mosë. Ose, që t'ja bëm kështu sipër. Edhe vendosim në ngrirje. Në ngrirje, për 4 orë, por do t'ishte më mirë, sigur t'a lëm dhe për gjithë natën. Që të forcohet mirë të marrjeta. Shumë mirë. Ja kështu. E kemi gati për të vendosur në ngrirje. Shumë mirë. Neve kemi vendosur në ngrirje, kam përgatitur një tjetër, dhe do të sillim të shikojmë se si janë bërë. Pra, ju e vendosni në ngrirje, e nxirrni pas 4 orësh, 6 orësh, ose gjithë natën. Kjo është receta e akullores sanduiç që përgatitëm tani, të cilën ne do ta nxjerrim nga furra një variant që Kati është kujdesur ta përgatis më përpara, që pse jo të mos e shohim edhe të përfunduar se si do të ngjajë pamja e saj, dhe ta provojmë edhe ne këtu të shohim edhe
Sa bukur, të kjo tava i gjanë nga më bukur. Është më e vogël ajo, si për fëmijët, ti heqim këto tani Anila, pasojmë duart edhe. Ka të kërkoj ndjes, me njëherë më njoftojnë që duhet ta kalojmë linjën e Departamentin e Informacionit.